Ju ka dalë kolesteroli më shumë se 300. Ja zgjidhja me çajrat dhe vajrat bimor. Fillojmë. Vaj farazes, një lugë e mesme në mëngjes dhe një lugë e mesme në darkë para ushqimit. Ekstrakt e morizit, 20 ml në ditë. Uthull mollë e egër, 2 lugë gjelle të pjata juaj personale. Spirulina, 2 lugë kafeje me smoothie. Tani do përgatisim çajin, do marrim i tenxhere, do e mbushim me 2 litra gjysmë ujë. Fillimisht do të zgjej vetëm ujin 4 deri 5 minuta derisa të marrë val. Mbasi uji ka marrë val, nga ky çaj kolesterol më shumë, unë do t'ju tregoj tani, do hedhim një paketë brenda. Po në të njëjtin vend do shtojmë 1 lugë gjelle çaj lule murizi. 1 lugë gjelle argjinar. 10 kokra frut murizi. 2 lugë kafe e bornis të zezë. Dhe 1 lugë gjelle mollë të egër. Në momentin që jam bashkuar gjithë çajet bashkë, do i lëmë dhe 2 minuta tjera të zgjidhim. Do e fikim, do e kullojmë. Çaji mësohet sipas dëshirës, duhet ta konsumojmë 3 herë në ditë nga një gotë 200 ml pas buke, pjesën tjetër që na tepron e ruajmë te dera e frigoriferit. Totali i kësaj fature shkon 47500 lekë të vjetra, bashkë me postën. Mirat mirave sikur është pije 45 ditë minimumi dhe 60 ditë maksimumi. Faleminderit shumë që më ndiqni, presim procedurën juaj në DM.